Bleta dhe kosherja. Bletët jetojnë në shoqëri bletësh. Këtu janë disa shoqëri bletësh. Një shoqëri bletësh ka një mbretëresh. Kjo me të gjelbërt është mbretëresha. Mbretëresha kujdeset për ndarjen e punëve në shoqëri. Mbretëresha duke diskutuar me bletët. Rolët në koshere: ndërtueset dhe pastrueset, ushqyesët dhe infermierjet, kërkueset, batëset dhe rojet. Ndërtueset dhe pastrueset. Ndërtueset kujdesen që të ndërtojnë hojet dhe të mirëbajnë kosherën. Pastrueset kujdesen që ta pastrojnë hojet dhe kosherën në përgjithësi. Këtu shohim disa ndërtuese: infermierjet dhe ushqyesët. Infermierjet kujdesen për shëndetin e të vegjelve. Ushqyesët kujdesen për vezët të vegjelit dhe mbretëreshën. Kujdesi për të vegjelit. Këtu shohim një të posalindur. Kërkueset, bartëset dhe rojat. Kërkueset shëtisin deri sa të gjejnë ushqim dhe ju tregojnë të tjerave. Bartëset bartin ushqimin dhe e sjellin në koshere. Rojet kujdesen për sigurinë e kosheres dhe thumbojnë të paftuarit. Këtu shohim një kërkuese. Sjellja e ushqimit në koshere. Bletët bartëse vizitojnë lulët dhe sjellin nektarin dhe polenin në koshere. Nektari është një lëng i ëmbël që gjendet në lule. Poleni është një lloj pluhuri me të cilin bletët krijojnë ushqim dhe barnat. Bartja e nektarit dhe polenit. Mjalta. Pasi bletët bartëse kanë vendosur nektarin në koshere, bletët punëtore me krahët e tyre largojnë lagështinë e nektarit duke e sjellë në gjendje më të trashë që e quajmë mjalt. Vezët dhe të vegjelit. Ushqyesët pasi kanë përzierë nektarin dhe polenin krijojnë qumështin e bletës me të cilin ushqejnë të vegjelit dhe mbretëreshën. Mbretëresha. Mbretëresha dallohet nga bletët e tjera për nga madhësia. Ka trupin më të gjatë dhe zakonisht mbretërët vendosin pak ngjyrë në shpinën e saj për ta dalluar më lehtë për mos ta lënduar gjatë punës në koshere. Rëndësia e bletës për natyrën dhe njeriun. Bletët gjatë punës së tyre vizitojnë shumë lule, pemë dhe perime. Pra, sa më shumë vizita nga bletët, aq më shumë kemi pemë dhe perime. Po mos do ekzistonin bletët, do të ngelemi pa fruta dhe perime. Ju përshëndesim nga Bletaria e Gjyshit.